Kosova përkujton sot 27 vjetorin e masakrës së Reçakut, ku u vranën mbi 45 civil të pafajshëm shqiptar. Ishte shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s në Kosovë, ambasadori William Walker, e pati cilësuar masakrën e Reçakut si krim kundër njerëzimit. Nxënës janë tashtë që kanë lindur pas luftës dhe nuk kanë njohuri të duhura të cilat që duhet i kenë në tekstet mësimore, si për Reçakun, ashtu edhe për heroizmin e Kosovës, të cilat janë në periudha të ndryshme, të cilat ne sot kemi shumë pak literaturë që nxënësit të qasen në tekstet mësimore dhe të kenë njohuri në gjitha betejat, sakrifica, dhimbja dhe krenaria e që është e vendit tonë. Këtu unë baj apel të institucionet e shtetit që duhet të mirën më shumë, të mirën me literaturë, të punojnë, të mirën të dhënat nga njerëz të duhur, të cilët ka njohuri nga dëshmitarët në masakrës Reçakut, nga dëshmitarët. Gjoki i tyre u bo lull dhe këtë Kosova u shliru. Ra gjoku i tyre dhe u shliru, se në bo shumë masakra dhe shumë njëre e ka përjetu ranë. Mesin e këtë masakra, Rakja dhe e qiti ndrit këtë popull dhe këtë Kosovë, se pa dhe so kishë zgot lufta, edhe i kemi bo me atë dënue me krejt, i kim në Prishtinë atje, këtë shëqatën e gjdukni ata. Edhe ju më konë, so herë ju më interesu me ditë, a ka po pas problema. Për to problem se vetëm një kufu. Është të trishtë se sa vjen janari, në këtë kohë na dhe ëndrat i shohim me ata njerëz që jemi lindë dhe jemi rritë bashkë me ta. Nuk është e lehtë që për një moment me një mëngjes gjuhësh dhe 45 banorë të Reçakut zhdukun sikur mos më ekzistu kurrë. Me 15 janar 1999 në fshatin Reçak u vran e u masakruar barbarisht 45 shqiptar të paarmatosur. Mëngjesin e hershëm të 15 janarit 1999 fshati u zgjuaj rrethuar nga forcat kriminale serbe. Aty u vran mizorisht fëmijë të rritur e pleq. Në kompleksin memorial në Reçak është ngritur edhe statuja e William Walker, njeriu i cili për herë të parë masakrën në këtë fshat e cilësoi krim kundër njerëzimit. Ai asaj kohe ishte shef i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë. Ngjarja e rëndë në Reçak nxiti reagimin e ndërkombëtarëve, ku NATO vendosi të sulmojë saqet ushtarake policore serbe, raporton Kosova Press.